Mirëmëngjesi. Çështja e për shefit policisë që bërë për herë të parë, jo të regoj edhe një herë aftësi që ky është që pati për të bërë këtë veprim kaq sakt dhe kaq shpejt. Ta detyrojnë, me thënë, t'i kapit gjithë ata shakadanët të tyre që bëshin namin të policit më tepër që plagosin, kurse ai plaku mere prap që është shëmsuar çatat e pistolete, thikat me helm, kësa radhe tha është për të harin, më thëmë llogaritë çfarë mund të shpifi tjetër ai, sepse s'ka që shpifi, por në i kohë juve, bravo ju qoftë, zorët atë solucionin e saj të Sprite, që është kollim gjerman i standardet larta. Më vjen keq edhe disa nga ata që dalin, që kemi edhe në atë avokati që i cili thotë që policia, më thënë, për ata gazin lotësjellës, është përdor gjitha jo është jashtë standardet, po përdoret gazi lotësjellës, edhe të ta di ai që net Musarot, i qoftë se mba mend ato i edek verdet e Francës, që gjeshit tym, por me këta luftuar pa me shpërndajshin pra gazi lotësjellës, bile kërciste dhe shkopi i gomës. Bile janë vrarë dhe protestues, aty pse janë plagosur dhe policë. Por mbraj në këto janë armë personale të cilët e mban në çdo polici ku do të shkosh, në Amerikë, Bashkimi Evropian, për ma dhe shkop në gomës, për ma e gazi lotësjellës. Ti do të protestosh deri këtu ku të lejohet. I qoftë se ti më dërhyt pastaj për luftu policinë, detyrimisht, por dhe kësa radhe inshallah gjykata nuk i liron më, sepse është mësuar gjykata. Unë kam parasysh atë të 21 janarit, kur këta prokurorët, qeveria e prokurorëve, se këta janë gjithë ata që e sërollatën në mënyrë që mos e zbardhin dhe kur vje puna, këto ankohen të Bashkimi Evropian dhe tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë problem. Po mos harroftë, djesa këta e kanë ankesët çfarë do bëhet, sepse këtë e bëri gjykata e Strasburgut, e cila është me standardet e Bashkimit Evropian. Djesa është me standardet e Bashkimit Evropian, detyrimisht duhet të ishte zbardhur patjetër. Por atje tani ku i leverdis, nxjerrni hyçka, pastaj e gjëra të tjera. Do kështu me vete ndoshta takomere, ndoshta ka jetë në gjatë, po për sa të ketë jetën, kjo do shkoj bashkë me do varoset bashkë me Saliun. Thash, në jetën e gjatë do ta ketë, se kam për atë. Por kur të vdesë, ky do e marrë me vete edhe 21 janari. Nuk e di nuk e di çfarë funksioni ka këtu shteti për këtë problem që nëse ai i DKP-ja do të presidenti i lartë të drejtësisë e ka për detyrë të shkojë deri në fund se çështje. Nuk zgjidhet me këtë njerëz të vrarë. Edhe pasaj dohen të zgjedhin këtë gjë. Një herë ke vrarë, që ka e vrarë shtetin dhe quhet krim shtetëror. Dhe ti detyrohet të shkosh deri në fund të kësaj çështje. Faleminderit. Faleminderit të diel të mbar.